Gjuha urrëties dhe përplasja anëtarëve të kuvendit me kryesuesin dhe pjesën tjetër të ekzekutivit u reflektua si një papjekuri politike kuvendarëve farizejas. Fjalit me tone kërcënuese, ofendime dhe pa kontroll të shprehjeve ishin ato që karakterizuan mbledhjen e sotme të kuvendit komunal. Përpos denigrimeve të njëri tjetrit, këshilltarët nuk hezituan të quheshin ndërveti edhe si njerëz të cirkut, pa menduar se tërë kuvendin e shndronin në një cirk pa skenar. Arsyetimi i pikave të rendit të ditës nuk bëhej me fakte argumente, por nëpërmjet tensioneve politike dhe paragjykimeve. Disa thekse nga seanca e sotme, qytetarët e Ferizajt mund t'i shikojnë përmes kësaj përmbledhje që televizioni Tema ofron për votuesit e këtyre asamblesëve. Kryesues, Okej. Dëgjoj. Nuk është me rëndësi deklaratat tona për shtyp, konferencat për shtyp, po është me rëndësi me kthy dinjitetin e kuvendit. Kjo është një pa precedens, sepse të uzurpohet foltorja edhe të mos bisedohet për pika të rendit ditës, po dilet edhe të fyhet, kjo nuk është në rregull. Mimos, nuk i kanë marrë as një delegat. E jemja, unë jam të orë 30 ditë në punë mos. Më falë. Po gojle madhe mos, pa qa pas. Mos gjuja t'je fjallë. Po ti veç pa, a mund është me ullë edhe mos me kërcënu ti ashtu. Jo, ti mund është me ullë. Nëse mund është me ullën. Nuk është vende për kërcënim kërcënu. Jo, ti e tu kërcënu. Nuk e shtirë debatin se nuk e ke qitë në votim, se unë se e dieshin. Sikur ta kishe qitë në votim, i shtirë debatin, po ti se ke qitë në votim. Se pare kryesues dëshoj të them që edhe me votën temi në që të karrik. Për gjithë këtyve që të kanë votu edhe unë të kanë votu, edhe e kryesues i gjithë kuvendit, i gjithë delegatëve, nuk i kryesues vetëm i lidhës demokratike, apo vetëm i një subjekti politik. Gjua e urrëties ndaj një delegati jep në kuptan edhe një lloj diskriminimi për tjerët. Por në tjetë në moralin, në ndërgjegjen tone, ke fol, so ke mujt dje. Hajde. Se ka krim të organizume dhe mrena kuvendit, që të s'po moj me kuptu, po. Dëshiron që të merë shpejka, dojnë me marë fjollin? Unë jam propozus, Farok. Ju atë donë, po të i merë. Urno, zavens minister. Për mua këto je kryesues Faroguri, jashtë më shmëkan Faroguri, këto jam antari kuvendin, në qeveri jam zëvendës minister. Faleminderit. Ja. Jo më shërë të kaluni? Jo, që ata shë tregojnë që s'ka kalu. O inderun, kjo aty, që më kërë njeri, që kërë njeri, në po flosi, unë po flasë për njeri, mas shpinës tem që ka thonë. Ti po më tregon të e ka propozu me tërheq dhe me shkuë me të vjetërën. Në vend po bisedon me Fadilin edhe pe prish qetësin. Prej nga kjo dhimbshmërie mu dhe për kryetorin që përshki ligje. Nëse filloni me mbrojt në këtë mënyrë, kur në pozicë s'keni mu këthy? Une, mos më drejtoti mu e zotni, drejtohesh këto kur de, tu kësha lut, dëgjo së pari nëse ki pak... Jo, ndëgjo, aja është drejt e jotja, edukative, kulturore dhe do thot personale. Mund është me vërë se e kam edhe rolin e psikologës, absolutikisht nuk nervozona me juve pse qka bani. Dhe kërkesa e mërë që ajë mështë ka bënë. Dhe propozim vendimi që ka pru e inderuri drejtor, dini që është vepër penali që ka pru në komitet. Cilë ka gabim fatal? Mustof, mos ju drejton atë formë, mos ju drejton atë formë, edhe mos ju drejton njerit me geshtë, edhe të lutem pak kulturë të kuvendit. Jo, pi drejtosh. Pi drejtosh. Pi drejtosh. Edhe kulturë, Mustof. Mustof, të lutem. A je kuna kryetarit ja? Kujna, mu pon veta? Veti se, pikërisht, që kjo reagimi jëtë është dën aj njeri me gabu. Pse unë me gabu kryetarit? Jo, me kërkon si e, o Mustof. Jo, mësë ndërpres. Mustof, je i kufizu me dhe 3 minuta e ki pal shka dush. Mësë ndërprej, vloja mësë ndërprej. Mësë ndërprej të qëtë të në fund edhe të kuri punë. Urno, po cirkus e ke bu këtë kuvend. Jo, cirkus. Po kjo fryri për që e kam fletë bre. Qovë se dikush ka bu cirë që tu, a dikush është cirë për kësaj. Farok Guri, moj me.
Në qovë se një njeri është cirk këtu. Nga o ti, qovë se njeri duhet me cilësu që po cirk, ta të regu vamin kush është taj. Jone.